Shqipëria është në vitin 2025. Në dhjetor 1990 u lejua pluralizmi. Në mars 1991 u bën zgjedhjet e para shumë partijake. 3 nga deputetët që fituan në ato zgjedhje janë aktualisht deputet, por sapo janë rizgjedhur edhe në legjislaturën 2025-2029. Janë 2 nga PD dhe 1 nga PS, 34 vite. Deri më 2029 bëhen 38 vite. Të përjetshëm, natyrisht, ata më shumë mandate thonë se jemi më të mirët, më të votuarit, më të aftët dhe më të ndershmit, duke njohur vetës të gjitha sukseset dhe duke i atribuar palës tjetër të gjitha dështimet e tranzicionit. Shikoni parlamentin e ri, më shumë se 50% zgjedhen për herë të parë, shumica e tyre pa përvojë politike dhe pa një program, ide të qartë për punën e tyre. Natyrisht dhe pa njohuritë e plota mbi sfidat, përgjegjësitë, të drejtat dhe limitet e jetës parlamentare. Ata me mandat të dytë bëjnë grupin më të madh, shkallëzimin që vijon me grupet e tjera. Vetëm 3 deputet kanë me nga 9 mandate parlamentare dhe vetëm 1 deputet ka 10 mandate parlamentare. Ata kanë të drejtë, edhe kur gjërat për Shqipërinë kanë shkuar mirë apo keq. Për ata kanë shkuar mirë, janë zgjedhur ose janë votuar, pavarësisht se ata bëjnë vetë ligjin, e drejtojnë vetë partinë, zgjedhin vetë veten dhe të tjerët, marrin vetë vendimet politike dhe përcaktojnë vetë se cili duhet të jetë sistemi i qeverisës dhe përfaqësues. Bëjnë vetë analizën e zgjedhjeve, shkruajnë vetë se si duhet të flasë historia mbi ta. Shpesh marrin vetë edhe atributet e prokurorit dhe gjyqtarit, KQZ dhe gjykatës kushtetuese. Ligjërisht kanë të drejtë, ata janë produkti ynë. Moralisht, integriteti nuk është ende standard në partitë politike, në shoqëri, në shtet, në strukturat promovuese dhe as në diskursin publik. Ndaj nuk është ende kriter. Pyetja është, përveç suksesit personal, familjar, cili është kontributi i tyre në shoqëri, në shtetin e së drejtës, në mirëqeverisje, për demokraci funksionale apo për progresin e vendit, cilat janë kontributet parlamentare, politike dhe qytetare që kanë sjellë në rreth 3 dekada parlamentare, cili është ligji reformator që mban emrin e tyre, cili është vendimi që identifikon ata në publik dhe memoria historike si modele pozitive dhe referuese. Tabela paraqet statistik, e di që statistikat nuk njësohen 100% me të vërtetën, por janë mjet i rëndësishëm për të ndihmuar debatet dhe vendimet që të çojnë deri te e vërteta. Parlamenti i vjetër por i mblidhet në seancë 14 minutëshe për të prodhuar të njëjtin show dhe të njëjtën vendimarrje si edhe në vitet më përpara. Si dhe jemi në pritje që parlamenti i ri të mblidhet në shtator, të sjellë ndonjë ndryshim pozitiv, reflektim për vendin. Këtu statistikat mund të na ndihmojnë edhe të kuptojmë më mirë tezat e demokracisë. Më shumë se procedurë, është përmbajtje më shumë se formë, ndaj edhe e ardhmja që kemi votuar çdo 4 vjet, përfshirë dhe më 11 maj 2025, nuk mund të jetë ndryshme veç se produkte vazhdimësie së tashmes, të kaluarës dhe dukurive të tranzicionit. 3 deputetët e përjetshëm, Sali Berisha, Fadil Nasufi dhe Tritan Shehu.